sot është bërë hit që të diagnostikohen njerëzit nga ekrani dhe ne duhet kemi kujdes për këtë, por mund të supozojmë apo mund të hipotetizojmë në këto raste se mund të kenë njerëzit probleme të natyrës paranoide, probleme të varësisë emocionale ku personi ndjen nevojën e një lidhje të fortë me personin dhe nga humbja e partnerit ndjen ankthjen e braktisjes. Këto hyn në kuadër të çrregullimit të varësisë emocionale dhe ka raste ku kemi edhe probleme të natyrës narcistike, pra mungesës së empatisë, ndjenjes për t'u admiruar dhe ushtrimit të dominancës mbi partnerin apo partnerën. Por këto duhet të vlerësohen sistematikisht në kuadër të një anamneze të përgjithshme nga profesionistët e shëndetit mendor dhe nga aktorët tjerë institucional për të verifikuar dhe vlerësuar statusin mendor të individit. Tu duhet kemi kujdes, por duhet i kombinojmë dhe t'i shqyrtojmë gjitha këto teori, si ajo e deluzionit të Otellos apo xhelozisë patologjike e posesive veçanërisht, po, me patjetër që po, por ka diçka tjetër këtu Arta. Unë mendoj që sot partnerët në disa raste, jo vetëm disa raste, por shumicën e rasteve të drejtën ndjejnë nevojën e bashkëpunimit me terapistët grupor apo terapistët në çifte për të rrufyer e për të rikonstruktuar e ndara bashkënduar problemet emocionale të njëjtit apo krizave që kalojnë në çift. E jo të internalizojnë këto serialet turke, spanjolle, nga ato skenat e sekuenca që shohin aty se si ndodh tradhtia apo çfarë ndodh e se si shfaqen këto pabesnikëri ose ti ekspozohen këtyre rrjeteve tjera, historive apo sekuencave latine se çfarë po ndodh me një lidhje në çift. Ne kemi një tjetër kulturë, një tjetër traditë, ne shqiptarët jemi të besës dhe kemi një besnikëri të plotë, prandaj nuk duhet të ndikohemi nga këto rryma që më duket sikur e kanë indoktrinuar mentalitetin tonë, por duhet t'i luftojmë domosdoshmë. Po, Rone, vetë se tashmë në linë direkte kemi edhe avokatën Lëmora Dervish Ajpacolli. Mirëmëngjesi Lëmora dhe faleminderit shumë që je sot dita